Tani, gjithë këto premtime për digitalizim edhe me strategjie para parë, thoni që kanë vërtet këtë dhe e din çfarë duan kur premtojnë digitalizimin, apo është thjesht edhe një premtim sa për një tik që... Mod. Atë flasim për digitalizim, hajtë po flasim. Po flasin gjithë? Po, hajtë edhe na. Nuk e besoj, nuk e mendoj që e kanë seriozisht. Jo, mos u friksoni, se kanë për një mend. Po çka nënkuptojnë kur premtojnë digitalizim të shkollave? Si kur tonë tjertë edhe unë po thëmë digitalizim... Dërgimin e rrjetit internetit deri në shkollë, apo ndërthurjen e digitalizimit me kurikulen, me procesin përgjithësi? Jo, nuk e mendoj, asashtu. As me dërgu internetin se kanë. Jo, nuk shikoni, na themi digitalizim, e nuk i kemi asë dyrt në për shkolla. S'po di që shme ju thonë, ne 93.8% e grantit komunal investohet në paga. Qëfar digitalizimi po premton ai në komunë? Shumë po më interesant. Qëfar digitalizimi... Po andaj përpyë, se i kam dëgjuar në këtë studio, në vazhdimësi e kam patur si premtim digitalizimin e shkollave. Post Prishtinës, edhe deri diku Prizrenit, komuna, ndoshta aferizoj, nuk mund tjetë. Komuna tjera s'kanë pare me folë për digitalizim, për ndërtimin. Nëse thonë kome ndërtu 5 shkolla, ta shpresojnë që avja paret ministria. Një shkollë mundet një komune madhe me ndërtu 3 bas 5 vjetëve qështu. Nuk janë serioze këto. Nuk janë, asë në përmbajtje, asë në planifikim, nuk janë serioze, po janë modë. Edhe njerë që të shtyjet, ajtë po thot digitalizm, hajtë po them edhe une, po shikonin, unë prapë këtu them është dërgjë. Kosova është 200 km në çdo drejtim. Prej Prishtinës ka që është 200 km në një shtet tjetër. Unë mendoj se kjo është çështja e pushtetit qendror. Ne kemi strategjinë e digitalizimit, është inkorporuar në këtë strategjinë që e përmendët fillim 2022-2026. Çka u bën për saj është pyetja. Unë shoh problemin të pushtetit qendror, duhet ma seriozisht, ma mirë, edhe tash paramendoj ti që në muaj s'ka mendu kush për ato, pos kur është pallë që ky konkurs për thirrje, tender për teknologji arsimore për shkolla. Këto janë shumë brengose, ne çdo ditë humbim hapin në këto teknologji të reja. Dhe më intereson të di në një, pak para se të fillom një bisedën këtu, më treguat se keni punuar në një hulumtim që tregon për rëndësinë e studimeve, për rëndësinë e universitetit në të ardhmen e një të riu që synon natyrisht t'i qasët tregut të punës. Çfarë rëndësie ka, ose çfarë rëndësie ka patur në të kaluarën dhe çfarë rëndësie po merr tani ky nivel si prori i shkollimit? Ne jemi në një tranzicion. Kosova si shoqëri është në një tranzicion, ato mund të flasim në njërë tjetër. Ne në AAB kemi bon një research center, një qendër hulumtuese, i kemi një 16 veta e me mbledh, po bëjmë të hulumtime, dhe një prej hulumtimeve është ajo se sa është arsimi lartë në funksion të shtuarjes së punësimit, edhe kanë dalë disa rezultate shumë të interesante. Për shembull, ende arsimi lartë është i rëndësishëm për më u punësu. I kemi pytë një 303 që kanë diplomu në 5 vitet e fundit, edhe mirë pa ata thonë, po shkolla ka qenë e rëndësishme për mu punësu, që mirë është, mbetet, mirë po thonë, kemi prit gjatë, deri një vjet ose ma shumë për punësim, kur jemi punësu paga ka qenë në nivelin e fakultetit tonë, në nivelin e kualifikimit, edhe thonë se edhe kur jemi punësu, është dasht me marë trajnime tjera se shkatësit që i kemi marë tur nuk në kanë kry punë në punë. Tjetër që kemi gjetë ka qenë se bashkëpunimi nga ka dali dopt mes industrisë edhe universitetit me industri, një mungesë e madhe. Këtu nuk e fajsoj veç universitetit, i fajsoj edhe industrinë. Punëdhënësit tonë Kosovë ende më duket se janë me mentalitetin e vjetër, ende nuk e kanë kalur Rubikonin, pos disa këto kompanitë e reja teknologjike besoj që janë shumë më të mira, po ta punëdhënësit e mdhej ende mendojnë mënyrën e vjetër, po mendojnë nuk e shohin kapitalin, potencialin që ka universitetet për me au përmirësu performancën. Po ashtu kemi gjetë se... Mungon bashkëpunimi, apo thjesht nuk... Po, mungon bashkëpunimi edhe së është relevant. Qaj bashkëpunim që bëhet është për sy e faqe, jo i kuptimshëm. Këto janë rezultatet që kemi gjetë, për shembull e bojnë bordin industrial të gjitha universitetet, sepse kërkon agjencia akreditimit, por pak ka përmbajtje të vërtet në punën e tyre. Në këtë rafsh, para se me kalu një 2-3 sende tjera, kisha dashur me përmend Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.
Ata kanë një qasje tjetër, ata bordin industriale kanë gati si punëdhënës aty, e kanë të rëndësishëm, edhe nuk I bajnë kurikulat pa e vetë atë, edhe punësueshmërinë e kanë shumë të lartë edhe janë institucioni vetë, si kurse privatët që kanë vetëm rritje në pranimet të studentëve në 6 vitet e fundit. Është interesant për me studiu. Tjetër, kemi gjithë që niveli kualifikimit, a je master, a je bachelor, nuk ndikon shumë punësueshmëri, nota mesatare nuk lodhet kush me 2 ca ki notën mesatare, por fusha e studimit është e rëndësishme, dhe në fushat e studimit ka dalë që teknologjitë dhe fushat e inxhinieringut, këto të fakulteteve teknike, janë të rëndësishme, biznesi mbahet ende, ekonomia e biznesi, si fush e studimeve. Deri diku edhe edukimi dhe shkencat shoqërore, mirë po bujqësia dhe do të ngjashme atje afër, tash po e kam harru konkretisht, po bujqësia ishte njëna prej tyne, edhe shkencat humane janë negativ. Është kjo një nga arsyet që edhe ka rënë numri I studentëve në Universitetin e Prishtinës. Dukshëm, po të krahasohet me vitet e kaluara, pavarësisht që tani studimet janë falas, pra janë liruar nga pagesat, megjithatë ka rënë numri të interesuarve. A janë këto arsyet që I kanë kuptuar pra të rinjt që jo domosdoshmërisht duhet të kesh një diplomë universiteti për të gjetur një vend pune të përshtatshëm të volitshëm tutje. Rënja e numrit është e përgjithshme në arsimin e lartë Kosovë dhe ka disa, edhe migrimi është një prej tyre, edhe rënja e interesimit për arsimin e lartë, rënja e numrit të studentëve është më e theksuar te institucionet publike, privatet mbahen disi ende, edhe Universiteti I Shkencave të aplikuara mbahet mirë. Te privatet ende nuk është shprehur pengesa, është interesant se edhe në këtë lumtimin tonë, studentët e fakultetit edhe mostra shumë reprezentative, do më thënë ato janë të besueshme rezultatet, studentët e institucione private tregojnë se janë më të kënaqur me bashkëpunimin, se janë më të kënaqur me infrastrukturën, janë më të kënaqur me cilësinë e mësimdhënies edhe me fleksibilitetin e programeve. Është interesant se si publikët, si privatët kanë tregu që për punësim nuk ju ka dalë e rëndësishme teknologjia dhe inovacioni dhe kjo është një sinjal shumë brengosës për interesimin e industrisë tash. A e ka marrë atje, I ka thonë, le, s'ki nevojë ti mu bëj inovativ, po hajtë hirë për në krye që atë punë që aty e tjirë. Tash do me thënë, tash po I kthejmë prap, krejt kjo, edhe rënja e numrit, tregon që jemi në një tranzicion. Tash më shikoni si vjetë kam vrejt në disa vende, që I kam hulumtu ose që kam që punoj, e kam vrejt se dhe në vitin e parë bachelor numër I madh I studentëve punojnë. Nuk ka qenë rast. Përpara njerëzit shkojnë në fakultet për me punu edhe dikush gjejke punë, dikush jo. Tash po na vinë të punësuar. Me punë jo të fushës, po aty dikon, do më thonë, arsimi I lartë Kosovë është një tranzicion që duhet me pa për ndryshe dikush do të humbë këtu.